Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Robër të Allahut, dijeni Allah ju mëshiroft se jeta e vërtetë e njeriut nuk matet me numrin e viteve dhe ditëve që kalojnë, por me praninë e zemrës me Allahun dhe jetesën në hijen e bindjes dhe afërsisë ndaj Tij. Nëse zemra është e shkujdesur nga përmendja e Allahut dhe e zhytur në pasione dhe epshet, atëherë ajo ku nuk është në të vërtetë jetë për njeriu. Dietari i madh Ibn al-Qayyim Allahu mëshiroft thot në librin e tij Ad-Dawa wad-Dawa, sëmundja dhe ilaçi, jeta në realitet është jeta e zemrës. Realisht, jetëgjatësia e vërtetë e njeriu është aq sa është kjo jetë e vërtetë. Jetëgjatësia e vërtetë e njeriu është aq sa është kjo jetë e vërtetë. Jeta e tij e vërtetë nuk është tjetër përveç se momentet që ai ka jetuar me Allahun. Këtu janë orët e jetës së tij të vërtetë. Mirësia, devotshmëria dhe bindja i shtojnë këto momente o robër të Allahut dhe i bekojnë ato. Dhe njeriu nuk ka realisht jetë tjetër përveç kësaj. Dhe njeriu nuk ka jetë tjetër përveç jetës që ka kaluar në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një fjalë që e mat jetën me peshorën e zemrave dhe jo me peshorën e orëve dhe viteve që kalojnë. Shumë njerëz mendojnë se jeta e tyre është numri i viteve që kanë jetuar. Po e vërteta është se jeta e vërtetë është ajo që zemra ka jetuar në bindje ndaj Allahut. Jeta e vërtetë është ajo që zemra e ka jetuar në bindje ndaj Allahut dhe që është gjallëruar me përmendjen dhe njohjen e Tij. Allahu i lartësuar thot: "Wa man kana maytan fahyayna", kurse ai që është i vdekur dhe neve e ringjallëm, në këtë ajet Allahu azza wa jall flet për jo besimtarin, e çun të vdekur dhe e ringjallëm me besim kur ja dham imanin dhe filloi të besoj. Dhe gjithashtu Allahu thot: "Wa yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy". Ai Allahu është ai i cili nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe nxjerr të vdekurin nga i gjalli. Do me thonë, nxjerr besimtarin nga jo besimtari dhe jo besimtarin nga besimtari. Pra Allah e ka quajtur jo besimtarin të vdekur. Allah në Kur'an e quan ato që nuk e beson Allahun të vdekur. Edhe nëse ai ecën mes njerëzve, ndërsa besimtarin e quan të gjallë, pavarësisht gjendjes së tij, qoftë i varfër, i dobët apo i spravuar, sepse jeta e vërtetë është jeta e zemrës dhe jo vetëm ajo e trupit. Jeta e vërtetë është jeta e zemrës dhe jo vetëm ajo e trupit. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam e quajti të vdekur atë që nuk e përmend Zotin e tij. Dhe tha: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah, mathalu al-hayy wal-mayyit." Shembulli i atij që e përmend Zotin e tij dhe atij që nuk e përmend është si shembulli të gjallit dhe të vdekurit. Orët që kalojnë në shkujdesje, në mëkat, ose orët që kalojnë në shkujdesje, në mëkat, ose në angazhim me këtë botë duke harruar botën tjetër, nuk janë në të vërtetë pjesë e jetës sonë. Janë ditë të humbura, për të cilat do të pyetemi ditën e gjykimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe thot: "Nuk do të lëvizin këmbët e robit ditën e gjykimit përderisa të pyetet për jetën e tij si e kaloi, për dijen e tij çfarë bëri me të, për pasurinë e tij nga e fitoi dhe ku e shpenzoi, dhe për trupin e tij se si e shfrytëzoi." Mendoni mirë, Allah ju mëshiroft për këtë pyetje. Nuk është pyetje për vitet, por për përmbajtjen e tyre. O besimtar, mirësia, devotshmëria dhe bindja shtojnë jetën e zemrës dhe e bekojnë jetën e njeriu. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Wala yazidu fil umr illa al-birr", dhe nuk e shton jetën asgjë tjetër pos mirësisë. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam na thot: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas, as-sihhatu wal-faragh." Dy mirësi shumë njerëz i humbasin, shëndeti dhe kualia. Nuk e përfitojnë. Thot ajo ku nuk është në favor tyne, po kundër tyne kur e takojnë Allahun. Për këtë arsye Abdullah ibn Mesudi, Allah qoftë i kënaqur me të, ka thonë: "Nuk më ka ardhur keq për asgjë më tepër se sa për një ditë që perëndon dielli i saj, afrohet vdekja ime dhe nuk është shtuar vepra ime." Nuk më ka ardhur keq, thot ibn Mesudi, më shumë për një gjë se sa për një ditë kur e shoh diellin tu perëndu, e di që më ka afruar xheli, edhe pak kë më dek, edhe po e bëj hesap që nuk kum shtu vepra kur gjë.
nuk kum shtu, nuk çka kum bane për me taku Allahun azza wa jall. Kurse çdo ditë dielli po perëndon po më paralajmëron që tu ka afru koha. Kjo është paralajmërim. Allah azza wa jall këtu janë shenja për njerëzimin. Njerëzit mendojnë, po njerëzit janë çast hutum ditën e sotit. Jemi, se edhe jemi prej njerëzve, jemi të hutum me jetën që jetojmë, që kemi nevojë pak me nxjerr kokën mbi thesit dhe me shiku realitetin e jetës. Se shenjat e Allahut janë shumë të mëdha rreth neve. Po jemi të verbrum. Jemi të verbrum. Robi Allahut, ku ajote është jeta jote, mos e humb në atë që nuk të sjell dobi, por mbushe me atë që të afron tek Allah. Çdo minutë që kalon nuk kthehet më dhe çdo ditë që ikën nuk rikthehet kurrë. Ti je veç ditë të numëruara, sa herë që ikën një ditë, ikën një pjesë e jotja. Dhe nga ajo që kalon nuk mbetet asgjë përveç veprës që ke bërë në të. Nga ajo që kalon nuk mbetet asgjë përveç veprës që ti ke bërë në të. O ti që shpreson një jetë të gjatë i mashtruar, a nuk e di se pa dhikër zemra mbetet e verbruar? A nuk e di se jeta e vërtet nga përmendja buron dhe me harresën e Allahut zemra rënohet e shkon? Vitet nuk janë numra të thjeshtë që numërohen, por veprat janë ato që peshohen e vlerësohen. Kur zemrat nga përmendja e Allahut largohen, vdesin në heshtje dhe në errësirë shkatërohen. Nxitohu në vepra para se koha të ikë, se ajo që kalon kurrë nuk bëhet ditë. Mbill për ahiretin, për jetë që nuk mbaron, sepse çdo fort që mbjell një ditë frytin ta dhuron.